Deri para 4-5 viteve, Tirana ka pas një ritëm rritje të popullsisë neto, diku tek 17.000, 18.000 ose 20.000 banor në vit. Vitet e fundit është diku te 3.000. Pra çfarë tregon kjo? Që pavarësisht flukseve që vijnë nga qytete, fshatra të reja deri Tiranës, nga Tirana janë duke ikur shumë njerëz. Dhe do vazhdojnë të ikin dhe një nga arsyet pse qytetarët ikin nga Tirana se nuk blejnë dot shtëpi, nuk mbajnë dot shtëpi me qera. Të marrësh sot shtëpi me qerat në Tiranë, zorë se i gjen poshtë 500.000 lekë apo 600.000 lekë. Është një çmenduri. Kur 500-600.000 lekë është një rrogë që mund të quhet mesatare në Shqipëri, nuk është as rrogë, nuk janë as rrogat e ulta aq. Pra, njerëzit janë duke ikur sepse kanë të papërballueshme jetesën këtu qytet dhe ky karafil që kemi në krye të qeverisë thot do e keni akoma më të papërballueshme. Se do dyfishohen. Do dyfishohen dhe do thot huajve blini sa më shpejt dhe nuk e kuptojnë që sa më shpejt fillojnë të blejnë ata e sa më shumë të fillojnë të blejnë ata, ky dyfishim që parashikohet i çmimit do bëhet 3 fishim, do bëhet 4 fishim, sepse po u rrit kërkesa në mënyrë artificiale, detyrimisht do rritet edhe çmimi. Pra kërkesa nuk është kërkesa brendshme, nuk është kërkesa organike e shoqërisë shqiptare, ekonomisë shqiptare, është kërkesa e të huajve.